Rabbina bil haq. Falënderim takojnë Allahut I cili na udhëzoi dhe e çeli syt për të besuar është mirësi, dashuri dhe përzgjedhje e Zotit. Elhamdulillah. E kështu mirësitë e Zotit në nesh nuk kanë fund. E ndër këto mirësi dhe begati është se ne ulemi në këto takime, si më thënë, para Ramazanit me hoxhallar të ndryshëm, cilët elhamdulillah I ka fal Zoti si pishtar ndriçues kudo që janë, në mënyrë që të orientojnë njerëzit, xhamatët dhe besimtarët. Dhe këto takime dhe mezhlise na shërbejnë edhe neve si hoxhallar, kemi nevojë të rikujtojmë veten tonë, po edhe të rikujtojmë xhamatët tona, po edhe xhamatëve besimtarëve ju bëjnë mirë sepse rritet imani dhe besimi dhe ne inshallah taala të gjithë së bashku para përgatitemi për muajin e begat të Ramazanit dhe kjo është një lloj stërvitje dhe një lloj kalitje e imanit dhe e besimit ton. Lut Zotin e Madh që të na bëjnë dobi këto këshilla dhe këto porosi. Me shpresën e Zotit sot, siç edhe kemi njoftuar mbrëm dhe kemi shpërndar sot njoftimin, kemi hoxhën e nderuar dhe na ka nderuar faktikisht dhe na ka vlerësuar me ardhjen dhe përgjigjen e ftesës, hoxha I nderuar Hoxha Omer Dauti, I cili ka ardhur nga Maqedonia e Veriut, më konkretisht nga Tetova, për të mbajtur këshillat, porositë e tij për ne të gjithë. Elus Allahun e Madh që atë ta shpërblej me të mira dhe juve Zoti ju shpërbleft me të mira, siç ata thash, hoxha është I ëmbël, po nuk të shkakton diabet. Kështu që shpresojmë që të marrim edhe të përfitojmë të gjithë nga ëmbëlsia e tij, këshillat e tij dhe porositë e tij. E Zoti ju nderoft. Mirë se na erdhe hoxh. Ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Shumë të dashur dhe të nderuar vëllezër, para së gjithash falenderojmë Allahun Dhul Xhelal për të gjitha mirësitë dhe begatitë që Allahu Xhelleshanuhu na I ka dhënë. Zakonisht kur fillojmë ligjëratat duke thënë falenderojmë Allahun për të mirat dhe begatitë, rrallë herë na vjen në mend se këto begati dhe këto mirësi për çdo ditë ne jemi duke I gëzuar dhe jemi duke u kënaqur me to. Çdo gjë që e posedojmë e kemi nga Allahu Dhul Xhelal dhe për çdo gjë Allahut elhamdulillah I themi, duke falendëruar Allahun për të mirat që na I ka dhënë. Allahu na ka premtuar se ka për të na I shtuar ato. Padyshim vëllezër, nga mirësitë më të mëdha që ne I posedojmë është pikërisht fakti që Allahu na ka përzgjedhur dhe na ka mundsuar ta njohim atë. Prandaj lutim Zotin e Madh që të na mundsoj që gjithë jetën tonë me iman dhe me islam ta jetojmë. Shpirtin Zotit me iman dhe faqebartja dorëzojmë en yawmul qiyamah vëllezër. Allahun Dhul Xhelal e lutim që të na mundsoj të arrijmë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj dërgojmë salavat mbi më të dashurin e zemrave tona, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në ditën kur do të dalën para Allahu xhalla xhelal. Vëllezër, jemi para një muajit bajgi të madh. Dëshira e të gjithë neve për të qenë të përgatitur brenda këtij muajit është padyshim shumë e madhe. Qëndrimi I jon tani këtu në xhami me një nijet, me një qëllim, nga se të gjitha këto ligjërata që organizohen në këtë xhami e që realisht kjo xhami duhet të jetë model I të gjitha xhamijave dhe xhamateve, për shkakun se nëse njeriu në jetën e tij ose nëse njeriu në jetën e tij I duhet një përgatitje serioze, padyshim që ajo përgatitje I duhet për muajin e bekuar të Ramazanit. Prezenca e jon këtu në xhami dëshmon se ne seriozisht
dëshirojmë që të him të përgatitur në Ramazan, nga se këtu nuk shpërndahet gjë tjetër. Edhe të gjitha këto ligjërata që kanë qenë dhe që do të jenë, nuk kanë ndonjë synim tjetër, përveç se të përgatitemi për muajin e madh, muajin e Ramazanit. Sa të flasësh për vlerën e këtij muajit, gjithmonë është pak, por mjafton që t'ja kujtojmë shpesh herë vetes tonë. Në qoftë se shohim historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por edhe të sahabëve, nuk do të gjejmë ndonjë moment, mbajini mend mirë këtë, nuk do të gjejmë ndonjë moment që ata e lusnin Zotin që Allah t'ju ashton ymrin këtë dunja. E dini edhe ofertën që ja dha Gjebrail Emini pejgamberit alayhi salatu wassalam në momentet e fundit të jetës. Nuk e deshi këtë dunja, deshi që të shkoj tek Allahu Dhul Xhelal. Mirë po, në një rast, pejgamberi alayhi salam ka kërkuar nga Allahu Dhul Xhelal dhe e ka lutur Allahun Dhul Xhelal, dhe ajo është pikrisht në muajt të cilët gjendemi, bekoje Regjepin dhe Shaabanin, pra këto 2 muaj, dhe në e mundëso që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. Pra e luste Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu t'ja mundësoj të arrijë Ramazanin. Vetë kjo dua tregon gjithçka çfarë ne duhet të dim kur është në pyetje vlera e madhe e muajit të bekuar të Ramazanit. E vëllezër, këtij muaji nuk do t'ja din vlerën përveç se njerëzit të cilët kanë informacione për këtë muaj. Dhe mbrenda këtij muajit, dëgjoni me vëmendje, mbrenda këtij muajit nuk do të arrijë të jetë aktiv, nuk do të arrijë ta shfrytëzoj këtë muaj tamam siç duhet, përveç njerëzve të cilët dinë se çfarë kërkojnë brenda këtij muajit. A e kuptuat? Në moment që ti hin Ramazan dhe në ditën e parë, të dytë, javën e parë, dikush të pyet, çfarë kërkon brenda këtij muajit? Çfarë synimi ke brenda këtij muajit? Në qoftë se nuk e ke të qartë një herë për veten tënde dhe nëse nuk e jep përgjigjen pa menduar 2 herë, kjo i bie që ti pavarësisht asaj që je brenda muajit Ramazanit, por nuk e din çka kërkon nga ky muaj. Vëllezër, ne thamë se mirësia më e madhe është Islami. Dhe ky Islam që ne e konsiderojmë si gjën më me vlerë që e posedojmë dunja. Ky Islam është arsye që ty edhe mu me ta mundësu me qenë rahat dhe i lumtur. Ky Islam, vëllezër, është arsye që ti dhe mu me ta mundësu me pas një familje të shëndosh. Ky Islam është arsye që ti edhe mu me ta mundësu me jetu me nder në jetën e kësaj dunjaje. Ky Islam është arsye me ta mundësu të kuptosh arsyeën pse je në dunja. Dhe më e rëndësishmja, ky Islam që ne themi se është mirësia më e madhe, është arsye që nesër ne me lehtë Zotit fitojmë xhenetin e Allahu Dhul Xhelal, Allahu xhenetin gjithë dhe me nasib në e boft. Pastaj vëllezër, kur themi ky Islam, si e dëshmojmë ne para njerëzve faktin se jemi musliman të mirë, padyshim duke i praktikuar urdhrat me cilat Allahu Dhul Xhelal ka ardhur në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në praktikën e tij. Andaj, njeriu sa më shumë të jetë praktikues i urdhrave të Zotit, aq më afër Allahu Xhelle Xhelaluhu është. Njeriu sa më afër Allahu Xhelle Xhelaluhu të jetë, aq më afër qetësisë, lumturisë dhe rehatisë në dunja është, dhe ky është ai që do të jetë nesër në xhenetin e Zotit. E kundërta e kësaj, njeriu sa më larg të jetë praktikimit urdhrave të Zotit, sa më larg të jetë udhëzimeve hynore, sa më shumë ai të bjen gjunahe dhe në mëkate, çdo gjunah që e bën,
në çdo mëkat që ke rënë. Thjesht nuk duhet konsideruar si një shkelje e një ligji të caktuar të Zotit, por duhet mëkatin cilin ke rënë brenda ditës ta kuptosh si një arsye për të qenë më larg Zotit. Nëse kryerja e veprave të mira është arsye më u afruar tek Zoti, atëherë kryerja e mëkateve, rënja në gjunahe, është arsye me qenë më larg Zotit. E çfarë ndodh në momentin kur ne jemi larg Zotit dhe jemi larg udhëzimeve hinore? Vëllezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu na e ka shpjeguar në Kur'an, duke mos lënë që ne të jemi në dilemë, çfarë na ndodh neve nëse nuk jemi në Islam, nëse nuk jetojmë me Islam, nëse nuk e ndërtojmë jetën tonë në bazë të urdhrave të Allahu Dhul Gjelal. Rregull nga Allahu Dhul Gjelal, cili të rregull, vëllezër, s'ka shansa teorike të ik dikush. S'ka shansa teorike dikush të bjerë mbrenda kësaj dhe të ketë një pritje tjetër. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allahu Gjelle Gjelaluhu, vëllezër, thot, dhe kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, dhe kush ja kthen shpinën urdhrave të mia, dhe kush jeton jetën e tij pa e bazuar në Kur'an dhe në Sunet, Allahu thot se këtyre njerëzve do t'ju japim jetë të rëndë. Këta njerëz do të kenë jetë të rëndë. E vëllezër, sa mundohemi unë dhe ti që dëgjojmë arsye për telashet e vëllezërve tonë në momente kur qajnë dert me ne, dhe ne habitemi në çfarë sprova të rënda kanë rënë, dhe këto sprova sa të vështira janë për ti te kaluar, dhe këto sprova të jenë arsye dhe shkak, njëri të përfundon në depresion, tjetri të përfundon nga një barnatore në një barnatore tjetër, tjetri nga një psikiatër në një psikiatër tjetër, tjetri nga një rukjegji në një rukjegji tjetër. Dije, vëllau jemi dashur, se gjendja në cilën është ai person është shkak dhe është arsye që ai person është larguar nga udhëzimet hinore dhe është larg Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, sa më larg Zotit, aq më shumë stres, telashe dhe probleme. Sa më afër Allahu Dhul Gjelal, aq më i qetë, më rahat dhe më i lumtur. Por kur njeriu do t'jetë afër Zotit, kur njeriu do t'jetë afër Allahu Dhul Gjelal, thamë se duke kryer vepra të mira. Po kur do t'i kryej këto vepra të mira? Atëherë kur njeriu do t'a kuptoj dobësinë e tij edhe do t'a kuptoj fuqinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atëherë njeriu kur do t'a ketë të qartë këtë gjë, do të ketë parasysh për të vrapuar në dunjë për të bërë vepra të mira, nga se e kupton se është shumë i dobët ai pa Zotin, dhe do të mundohet që veprat dhe punët e mira të kryen, duke u munduar që të sinojnë nëpërmjet kryerjes së veprave të mira të jetë më afër Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, vëllezër të dashur, në momentin që ne e kuptojmë se jemi të varfër në dunjë, në momentin që ne e kuptojmë se jemi të dobët në dunjë, në momentin që ne e kuptojmë dobësinë tonë karshi fuqisë së Zotit, atëherë ne do të mundohemi që të jetojmë me Zotin në dunjë dhe të jemi afër Zotit në dunjë, dhe këtë mundësi të ardhë pa dyshim për të qenë afër Allahut e kemi pikrisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Shikoni, vëllezër, çdo njëri këtu që jemi, këtu në xhami kemi ardhur me një barë. Asnjëri nuk e ka të drejtën të ngritet dhe të thotë se nuk është duke zhvilluar ndonjë luftë. Asnjëri nuk mund të thotë se nuk është duke kaluar në ndonjë sprovë. Çdo njëri nga ne kemi diçka në kokën tonë që kemi frikë t'ja paraqesëm dikujt tjetër. Nga tradhtia,
ose nga humbja e besimit tek njëri tjetri. Çdo njëri nga ne, vëllezër, në momente kur ballafaqohemi me atë çfarë Allahu Dhul Xhelal na e ka qartësuar në Kur'an, se وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allahu Gjelle Gjelaluhu, shko sa bukur në Kur'an na e përmend dhe na tregon se ne do sprovohemi. Kjo është ligj i Zotit. Dikush do sprovohet në familje, dikush tjetër do sprovohet në shëndet, dikush tjetër do sprovohet në pasuri, dikush tjetër do sprovohet në humbjen e ndonjë prej dashurve të tij. Jeta është sprovë, thot Allahu në sure tjetër, alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën, dhe cila është arsyeja që ne jemi këtu, që nëpërmjet të kalimit të sprovave të ndryshme për dëshmuar para Allahut se cili nga ne në dunja jemi më vepërmir dhe kemi bërë më shumë vepra dhe punë të mira. Në moment që ne ballafaqohemi me këto sprova, atëherë çfarë kuptojmë? Çfarë na qartësohet? Dobësia jonë. Andaj kur themi dobësia e jonë, këtu nuk e kemi për qëllim një njeri që është i varfër, ky është i dobët. Këtu nuk e kemi për qëllim një njeri që është i lodhur dhe ka probleme me shëndetin. Kur themi i varfër, nuk e kemi për qëllim një njeri i cili nuk ka një vend pune. Nuk themi për një njeri i cili nuk ka familje. Nuk themi për një njeri që nuk ka miq. Shkoni sa bukur Allahu Gjelle Gjelaluhu na drejtohet në Kur'an duke thënë: ja eyyuhan nas, o ju njerëz. Pa veçuar mbrenda kësaj thirrjes një kategori të caktuar të njerëzve, e përgjithshme thirrje, krejt ju o njerëz. Po ja Rabbel Alamin, çfarë? Entumul fukara. Me bindje të plot, gjithë ju, gjithë, absolut, gjithë ju, jeni fukara, jeni të varfër. O Allahu huwal ghani. Vetëm Allahu Gjelle Gjelalu është i pasuri, i cili meriton të falenderohet. Të gjithë para Allahu Gjelle Gjelalu, pavarësisht në çfarë gjendje, situate, profesioni je, në momentet caktuara, Allahu Gjelle Gjelalu ta rikujton se je i varfër. Dhe nevoja e njeriut për Allahun Dhul Xhelal është nevojë nga momenti që ai vjen në dunja dhe deri në momentin kur do të del nga kjo dunja. Ndërsa nevoja e njerëzve, nevoja e jon për njerëzit nuk është nevojë qendrore. Njeriu, pra unë dhe ti, nga kush jemi më të nevojshëm pas Allahu Gjelle Gjelaluhu? Këta fëmijë, a mund ta mendojnë jetën e tyre pa kujdesin e prindërve? Janë të nevojshëm për Allahun, apo? Mirë, po kjo nevojë për Allahun Gjelle Gjelaluhu e fëmijëve për prindërit, kjo nevojë është e kufizuar deri kur? Deri në momentin kur fëmiu të rritet, të bëhet i fuqishëm dhe të jetë i Zoti i vetes së tij. Pastaj ai e ndjen veten të pavarur. Do të thonë nevojë e përkufizuar në kohë. Ose një njeri që është i varfër ka nevojë për ndihmën e një të pasurit deri kur? Deri në një moment kur ta rregulloj problemin me të ardhurat e tij. Një person që është i smut ka nevojë për mjekun dhe për ta kontaktuar mjekun vetëm në një periudhë kohore përderisa është duke luftuar me smundjen ose sprovën që e ka goditur. Në momentin që e kalon smundjen, ai e rallon thirrjen tek mjeku. Mirë po vëllezërit e mi të dashur, nevoja për Allahun Gjelle Gjelaluhu nuk është nevojë e kufizuar në kohë. Nuk është nevojë e kufizuar në bazë të arritjeve që njeriu mund t'i ketë në jetën e tij. Për Zotin e Madh,
Ajtë sa ka nevoj, vlezër, ajtë sa ka nevoj. Një njeri që është i varfër për Allahun dhul xhelal, ndoshta një njeri që është i pasur ka shumë më shumë nevoj për Zotin. Nga se ky i varfër i ndoshta është duke luftuar me çfarë? Me kushtet në shtëpinë e tij, dhomën e fjetjes e kështu me radhë. Por se i pasur i gjitha këto i ka, por ndoshta është duke luftuar me mungesën e gjumit, shkaku i angazhimeve, i stresit ose i problemeve që i ka të anës tjetër. Një person që është duke luftuar dhe mendojmë ne se ka nevojë për Allahun dhul xhelal, shkaku i shëndetit të tij, dhe mund të mendosh se i pasuri s'ka nevojë për Zotin, ndërsa i pasuri krahas shëndetit që ka, ndoshta ballafaqohet pikërisht në shëndetin e tij, me sprova që vetëm Allahu xhelle xhelaluhu ka mundësi atë me ndihmu. Sprova që vinë nga jeta, sprova që vinë në aspektin e moralit e kështu me radhë. Prandaj, nevoja e njeriut për Zotin është nevojë që nuk shkëputet gjatë gjithë jetës së tij. Nga ana tjetër, Allahu xhelle xhelaluhu huwal ghani, është i pasuri i cili nuk ka nevojë për askënd. Prandaj vëllezër të dashur, në çdo mëngjes kur të ngritemi, duhet t'ja kujtojmë vetes tonë dhe t'i themi, në qoftë se krejt njerëzit në dunjë bëjnë koalicion në formë të organizuar për t'i mëkatuar, për të bërë gjuna Allahu dhul xhelal, për t'i thirr urdhrat e Allahu dhul xhelal, kjo vëllezër nuk e pakson fuqinë e Zotit, nuk e vendos në rrezik fuqinë e Allahu dhul xhelal as pak. Dhe e kundërta, në qoftë se krejt njerëzit në dunjë sa janë me numër, të bëjnë koalicion dhe në mënyrë të organizuar, ta madhërojnë dhe adhurojnë Allahun xhelle xhelaluhu, përsëri kjo nuk është arsye për t'ja shtuar fuqinë Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse njerëzit në dunjë arrin kulminacionin e pasurisë, arrin të kenë shumë pasuri, kjo vëllezër nuk e rrezikon pushtetin e Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe e kundërta, në qoftë se njerëzit janë të varfër dhe kanë nevojë shumë për ndihmën e Allahut dhul xhelal, Allahu do t'ju ndihmon dhe përsëri kjo nuk e pakson fuqinë dhe pushtetin e Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj këto mësime para muajit bekuar të Ramazanit janë shumë të nevojshme për të gjithë ne që ta ndjejmë veten tonë të dobët karshi Zotit. Në momentin që ne e ndjejmë veten të dobët karshi Zotit, kjo dobësi do të jetë arsye që në Ramazan të aktivizohemi me veprat dhe me punët që do t'i bëjmë, të jemi afër Allahut dhul xhelal. E për ta kuptuar këtë dobësi, do të ndalem vetëm 3 pika, të cilat do të na shërbejnë të gjithë neve për një herë të kuptuar dobësinë, pastaj për të qenë afër Allahut xhelle xhelaluhu, aktivitetin dhe angazhimin ton që ne duhet ta kemi brenda muajit bekuar të Ramazanit. E para vëllezër të dashur, besimtari karshi argumenteve të Allahut dhul xhelal duhet të jetë i zgjuar, sy hapur dhe duhet ta përdor, duhet ta vënë lëvizje trunin e tij. Nga se disa nevoja që njeriu i ka për Allahun xhelle xhelaluhu janë nevoja të cilat edhe pa besimtarët, edhe jo muslimanët, detyrimisht nënshtrohen dhe duhet të praktikojnë atë çfarë Allahu dhul xhelal ka caktuar. Kjo duhet shfrytëzohet nga besimtarët për të arritur në nevojën tjetër. Çka është kjo? Vëllezër, imagjinoje fëmijën në barkun e nënës. Zhvillimi i fëmijut në barkun e nënës. Derisa fëmiu është në barkun e nënës, a është nën kujdesin e nënës apo është nën kujdesin e Allahut xhelle xhelaluhu? Pikrisht
në momentet kur ndoshta më shumë ti ka nevojë fëmiu, nëna mund të jetë në gjumë. Kush kujdeset për të? Kujdeset Allahu xhalla xhelaluhu. Në çfarë forme kujdeset? Në fond që unë dhe ti dhe njerëzit përgjithësin dunja, sado që të mundohen të arrijnë në aspektin shkencor, ku i di unë çfarë. Përsëri kujdesin që Allahu përcakton për fëmijën qish në barkun e nënës. Është e pa imagjinuar nga ana e jonë. Imagjino në qoftë se fëmiju vëllezër, ose unë dhe ti nga rrugën cilën kemi ardhur këtu ku jemi. Subhanallah, mjafton ta mendosh nga ke ardhur, çfarë kujdesi ka pas Zoti për ty dhe për mua. Dhe tani e ndjen veten të fortë dhe si rezultat i kësaj që e ndjen veten të fortë, ti je larg Allahut, rruna Zot mos qofshim prej kësaj kategorie të njerëzve. Ta ndjem veten se jemi dikush, e nuk e ndjen veten se është dikush dhe t'ja kthen shpinën e Zotit, përveç atyre të cilët kanë haruar nga kanë ardhur. Nga e merr ushqimin fëmiu në barkun e nënës. Imagjinon në qoftë se fëmiu ushqimin në barkun e nënës do ta merrte nga goja e tij. Çfarë do ndodhte me fëmiu në bark? Më e pakta ai do të helmoheshte nga uji që do të merrte në barkun e nënës e që realisht nuk është i dobishëm për ta. Për mos më zgjatur, këtu është vetëm fillimi. Del fëmiu në dunja, Allahu xhelle xhelalu e përmend, pasi ju nxorrëm nga barqet e nënave tuaja, dhe ju nuk kishit njohuri, informacion, ju ishit paditur. Aja vlen njeriu në dunja të thot ndonjëherë elhamdulillah që jam i paditur? Po ka një rast kur njeriu duhet thot elhamdulillah që jam ignorant, që jam i paditur, dhe kjo kur? Në momentin kur ti ke dalë në dunja dhe ti je fëmijë. Sepse sikur ne të ishim të ditur në atë kohë, imagjino, krejt njerëzit tallen me ne. Krejt njerëzit bëjnë hajgare me ne. Dhe kjo hajgare është në shenjë të dashurisë që ata e kanë për ne, por fëmiu nuk din. Imagjino momentin kur të gjithë ulen në tavolinë për të ngrënë bukë dhe fëmiu e lënë në një anë vetëm. Si do të jetë gjendja e tij sikur ai të dinte. Por nga mëshira, nga rahmeti i Allahu xhelle xhelaluhu, është e krejt kjo që Allahu me mëshirën e tij, me rahmetin e tij, vazhdon që të kujdeset për njeriu në çdo fazë të jetës së tij. Dhe nga ana tjetër, vëllezër, Allahu për të treguar ti dhe mu sa i dobët je, sa i dobët je, njëherë nuk të pyeti kur të nxjerrin dunja. Pastaj nuk të pyeti a don të lindish në Shqipëri, a në Maqedoni, a në Kosovë, a në Saudi, a ku, s'ta mori mendimin tënd. Pastaj nuk e mori mendimin tënd për kohën, se mori mendimin tënd dhe të imin, djali i kujt duhet jesh. Thjesht Allahu xhelle xhelalu për të tregu sa i dobët je të nxjerrin dunjë, ai kur bëri kader, kur e caktoi që ti duhet dalësh në dunjë. Dhe kujdeset për ne në dunjë, por brenda kësaj dunjoje përcaktoi disa ligje. Shkom, të kthehemi përsëri atje, unë dhe ti, elhamdulillah që e njohim Zotin, dhe me këtë njohje inshallah gjithë jetën e jetojmë. Allahut shpirtin me këtë njohje t'ia dorëzojmë. Mirë po, kjo njohje vjen si rezultat dhe kjo afrimitet me Zotin vjen si rezultat i kujt? I të lexuarit të gjërave që Allah ka përcaktuar në dunjë. Inne fi khalqis samawati wal ard. Me krijimin e qiejve dhe tokës, wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Në ndryshimin e natës dhe ditës. I përmendi në forma të përgjithshme Allahu dhul xhelal. Dhe tha në fund të ajetit kuranor, dhe jo vetëm në një vend, në disa vende e përmend, çdo gjë është argument për kënd për njerëzit që e lodhin trunin e tyre, për njerëzit e mençur, për njerëzit e zgjuar, sepse njeriu i zgjuar e kupton njëherë
nevojën e pa diskutueshme për Allahun dhul xhelal. Pastaj kur të rritet e kupton se Allahu xhelle xhelalu ka përcaktuar disa rregulla, disa ligje që unë dhe ti nuk kemi mundësi për të ndryshuar. Një debat, vllau jem, dëgjoj me vëmendje, një debat ka filluar qish në kohën e pejgamberit Allahu xhelle xhelalu Ibrahimit alayhis salam. Dhe ky debat vazhdon dhe ne thrasëm krejt ata të cilët kanë arritur kulminacionin e arritjeve shkencore ose teknologjisë ose ku e diun çfarë. Mirë po debati vazhdon të jetë i hapur. Se ishte një mbret që e ndjeu veten të fuqishëm dhe të fortë, që në një formë shumë poshtruese vdiq dhe doli prej kësaj dunjaje. E sa të nderuar janë njerëzit të cilët fjalët e Allahut dhe historitë që përmenden Kurani marrin për mësim. Ishte Nemrudi që e filloi një debat me Ibrahimin alayhis salam. Dhe i tha, unë jam Zot. Dhe i kërkoi Ibrahimit, tha, çfarë bën Zoti jot? Kale ene uhyi wa umit, ju përgjigj. Ibrahimit alayhis salam në momentin kur i tha Ibrahimit se Zoti im, tha, është ai i cili jep jetë dhe merr jetë. Jetën dhe vdekjen në dorë, tha, e ka Zoti që unë e besoj. Tha, punë e madhe kjo. Tha, këtë gjë e bëj edhe unë. Ene uhyi wa umit, edhe unë jap jetë dhe vdekje. Dhe mori një shembull shumë banal. Duke marrë dy nga robrit e tij, njërin e la të jetojë, tjetrin e vrau. Atëherë Ibrahimi alayhis salam i tha, Zoti im, që unë e besoj, është ai i cili ka bërë rregull në dunjë, ka përcaktuar rregull në dunjë, që dielli të lind në lindje dhe të perëndojnë perëndim. Ti nëse je Zot, bëje të kundërt dhe unë do të besoj ty. Dhe këtë debat e hapi Ibrahimi dhe vazhdon. Ky debat jetë i hapur deri në yomul qiyame. Po, keni arritur gjithçka. Ndryshojeni ligjin e Allahut dhul xhelal. Bëjeni që dielli të lind në perëndim. Ose teknologjia, shkenca ka arritur gjithçka. Dhe krejt duke u bazuar në kënd, në argumentet e Zotit. Mirë po, a ka arritur teknologjia, vëllezër, të ndryshoj ligjin që Allahu dhul xhelal thënë Kur'an, laqad ja'akum sa'a la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Në momenti kur vjen koha për të dalë prej kësaj dunjaje, as nuk mund ta përshpejtoni vdekjen. E as nuk mund ta ngadalsoni. Bujro. Këto janë rregullat që Allahu xhelle xhelalu i ka përcaktuar për një arsye, që ata të cilët mendojnë, ata të cilët logjikojnë, ata të cilët e lodhin trunin e tyre për të kuptuar dobësinë e tyre dhe për të kuptuar nevojën e tyre për Allahun xhelle xhelaluhu. Kjo nevojë, që është nevojë dush apo nuk dush, duhet ta pranosh. Je musliman apo nuk je musliman, këtyre ligjeve duhet që t'ju për ulesh. E tani, vjen pjesa tjetër, në cilën pjesë, vëllezër, disa nga njerëzit, një numër i madh i njerëzve kanë rënë nga provimi. Kur njeriu e kupton në këtë pikë dobësinë e tij dhe e kupton fuqinë dhe pushtetin e Allahut xhelle xhelaluhu, çfarë do të bëj? Kjo e dërgon njeriu, dëgjoj me vëmendje. Kjo dobësi, këto ligje e dërgojnë njeriu në një mësim tjetër, në një nevojë tjetër që njeriu e ka për Allahun xhelle xhelalu, e cila nevojë krahas asaj të parës, që është obligative, kjo e dyta është në përzgjedhjen e të gjithë neve. Por ama, kjo nuk duhet haruar. Kjo nuk duhet haruar. Kjo nevojë e dyta është në përzgjedhjen e njerëzve. Por ama, ngelet nevojë. Kjo është shumë e rëndësishme. Cila është kjo? Namazin e akşamit që falëm. Vllau jem. Ngelet nevojë, por ama është në përzgjedhjen e njerëzve. Ngelet nevojë, por është në përzgjedhjen e njerëzve. Vjen muaj Ramazanit, ngelet nevojë e njeriut për Allahun, pse mendove ti dhe unë që Zoti ka nevojë për agjërimin tënd, se është harxhuar pasuria e Zotit dhe tani duhet
Të veproj pak më me kujdes. E njerëzit nuk duhet të hanë shumë, nga se e ngrënimja shumë është arsye që ti paksohet fuqia e Zotit. S'ka nevojë Zoti as për namazin tënd, as për agjërimin tënd, as për haxhin tënd, as për zeqatin tënd. Absolut, Allahu s'ka asgjë nevojë për ty dhe për mua. Jemi unë dhe ti të nevojshëm për t'u larguar nga telashet, hallet dhe brengat e dunjas. Dhe elhamdulillah, vetëm ai që i bie në sejdë Zotit e kupton sa e madhe është kjo. Vetëm ai e kupton. Pasi që e bën namazin, hin në namaz i ngarkuar, hin në namaz i stresuar, hin në namaz i lodhur, hin në namaz i brengosur, hin në namaz me miliona probleme, dhe jep selam dhe ndjen vetën të lehtësuar, pasha Zotin e madh, vetëm një gjë i vjen në mend. A thu vallë si jeton njerëzit pa namaz? A thu vallë si e vazhdojnë njerëzit jetën pa namaz? Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e kanë namazin, do të vazhdojnë të vrapojnë deri në vdekje në përbanatore të ndryshme, duke kërkuar terapi për qetësim. Dhe përsëri qetësinë nuk do ta gjejnë. Pse? Nga se qetësinë e përcaktoi Allahu xhalla xjalaluhu në kryerjen e obligimeve fetare, dhe pejgamberi alayhis salam që ne themi se ndjekim rrugën e tij dhe se shembulli më i mirë në historinë e njerëzimit është ai, sa herë që ngarkoheshte dhe i thoshte Bilalit, na qetëso dhe na rehato, o Bilal, me namaz. O vëllezër, po a ka diçka në dunjë që ka mundësi me arrit njeriu në ndonjë vend tjetër, përveç kënaqësisë që e përjeton agjëruesi, ashtu siç tha pejgamberi alayhis salam, janë dy gjëra të garantuara, dy gëzime për agjëruesin. Njëra kur bën iftar dhe tjetra kur do të takon Allahun dhul xhelal. Këtë gëzim a mund ta gjesh diku në treget e dunjas? Këtë gëzim a mund ta blesh me parë? Ky gëzim ndihet dhe përjetohet nga kush? Vetëm nga agjëruesit. Dhe nevoja është po e njeriut që ti kryen këto obligime. A ka pas mundësi, vllau jem, pjesë veten dhe juve, që Allahu xhalla xjalaluhu edhe këtë nevojë të adhurimit ta kushzonte, siç ka kushzu disa rregulla tjera në dunjë. Për shembull, prej rregullave të Allahut xhalla xjalaluhu në dunjë është që ti duhet me marr frym dhe duhet me thith oksigjen. Dhe nëse nuk merr frym, nëse nuk thith oksigjen, ti për pak minuta, për pak çaste ti vdes dhe del prej kësaj dunjaje. Tani, a ka mundësi të vjen një njeri dhe thot, unë Allahut në sejdë nuk i bi, Kur'anin nuk e respektoj, pejgamberin nuk e njoh, dhe unë ajrin që Allahu dhul xhelal në elshon, shëndetin dhe gjitha këto nuk kam nevojë për Zotin. Nuk dua të thith oksigjen. Çfarë ndodh me këtë vëllezër? Ky njeri vdes, del prej kësaj dunjaje. A ka mund Allahu xhalla xjalaluhu që edhe adhurimet në dunjë t'i bëjnë njëtën forë? Po pa dyshim ka mund t'a bëj. Ka mund t'a përcaktoj Zoti, ashtu si që ka përcaktuar natën, ditën dhe çdo gjë që sheh, kaq mirë të krijuar nga ana Allahu dhul xhelal, e cilën të mirë të Zotit, e cilën prej krijimtarive të Zotit ju e mohoni. Dhe tani, siç i ka krijuar gjitha këto, Allahu dhul xhelal ta bëj rregull. Imagjinoni vëllezër, në momentin kur ti dhe unë nuk e kemi falë namazin e jacis, Allahu rregull ta bëj, s'ka me të zënë gjumi hiq. Të mundohesh të flesh, s'ke mundësi të flesh. Pse? Sepse është rregull në dunjë, është rregull, pa namaz nuk ka gjumë. Një sikur rregullat që ne i njohim shumë mirë në dunjë, nëse nuk e paguën rrymat ndalet apo. Allahu xhelle xhelalu të ta përcaktoj si rregull në dunjë. Në qoftë se nuk e fal namazin, në qoftë se nuk e agjeron Ramazanin, të ndalet rrezku. Nëse kjo si rregull do të ishte në dunjë, a mendoni se do të kishte njeri që nuk do të falte namazin? Padyshim që jo. Prandaj vllau jem, Allahu që ka përcaktuar me të nxjerrë në dunjë kur ka dashur ai. Allahu xhelle xhelaluhu që kujdeset për fëmijën në barkun e nanës.
Allahu që kujdeset për njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Allahu që ka përcaktuar rregulla në dunjën e tij. Duhet unë dhe ti të besojmë dhe të jemi të sigurt në këtë drejtim dhe të punojmë me kujdesin më të madh, se po ai Allah që të gjitha këto rregulla në dunjë i ka përcaktuar, ai Allah din se si unë dhe ti duhet jetojmë. Dhe ne duhet të nështrohemi. Ai Zot din se si unë dhe ti duhet të ndërtojmë jetën tonë, duhet të veprojmë në jetën tonë, duhet që të kujdesemi, që të mos bim gjunahet saktuara në jetën tonë. Ai Allah e din më mirë ku duhet të kërkojmë qetësinë, ku duhet të kërkojmë rahatin, ku duhet të kërkojmë lumturinë. Ai Zot e din ku duhet të investojmë familje, si duhet të mbajmë baraspeshën mes dunjas dhe ahiretit, dhe në moment që i bindemi këtë kësaj, vim në rregullin e tretë dhe të fundit, për të kuptuar dobësinë tonë para Allahu Dhul Gjelal, dhe kjo dobësi të jetë arsye për të kërkuar brenda Ramazanit jemi afër Allahu Dhul Gjelal, cila është dobësia e tretë dhe e fundit që Allahu Gjelle Gjelalu shumë qartë na e ka dëshmuar dhe na ka treguar. Vëllezër, do të jetë një thirrje në Yomul Qiyame. Do të jetë një thirrje në Yomul Qiyame. Dhe kjo thirrje do të jetë nga Allahu Dhul Gjelal, drejtuar të gjithë njerëzve, drejtuar mbretërve, drejtuar kryetarve, drejtuar të pasurve, që të dëshmojnë fuqinë që e kishin në dunjë nesër para Allahu Gjelle Gjelalu. Kush do të na merr në pyetje nesër neve? Po në qoftë se ne çdo gjë e patëm nga Allahu, jetën e patëm nga Allahu, çdo mirësi e patëm nga Allahu, dhe Allahu nuk e adhuruam në dunjë, dhe ligjet e Allahut ne i shkelëm në dunjë, a kemi mundësi, tamam, nga namazi ike, edhe nga xhamia ike, por edhe për muslimanët fole pas shpine? Vllau jem, krejt këto në dunjë i bëre, a e ke fuqinë dhe forcën që nesër kur do të dalësh para Allahu Dhul Gjelal, ti ikish llogarisë së Zotit? A arritin ndonjën nga njerëzit e famshëm, të fuqishëm dhe të fortë, të ikin nga melekul maut në momentin e vdekjes? Sikur njeriu ta mendonte këtë mirë dhe me shumë kujdes, për Zotin e Madh nuk do të rebelohesh të kaq shumë sa i shohim njerëzit të rebeluar në kohën që jemi duke jetuar, karshi Allahu Gjelle Gjelalu. Të din njeriu se në një moment kur ai nuk e pret duhet dale për kësaj dunjaje. Të din njeriu, subhanallah, se do të ringjallet. Të din njeriu se duhet të jep llogari. Dhe përsëri njeriu të vazhdoj të jetojë në dunjën e tij pa llogari, pa kujdes. Për Zotin e Madh nuk gjej fjalë tjetër për thënë përveç se ky njeri trunin e këtij nuk e ka shfrytzuar për hajër dhe për mirësi, por e ka shfrytzuar për gjëra të tjera të cilat nuk i bëjnë dobi në dunjë dhe në ahiret. Prandaj, të dashurit e mi, lut Zotin e Madh që Allahu të na e mundësoj që të jemi prej njerëzve të cilët çdo gjë që arrin të kap shikimi jonë në këtë dunjë, të mundohemi që ta lexojmë në formën më të mirë të mundshme, dhe ky lexim të jetë arsye për të kuptuar sa dobët ne jemi në dunjë. Lut Zotin e Madh, vëllezërit e mi të dashur, që Allahu të na e mundsoj të kuptojmë arsyeën pse jemi këtu, sa të pafuqishëm jemi këtu, çfarë kërkohet nga ne dhe si do të jetë jeta jonë në qoftë se ne jetojmë me këto bindje. Lut Zotin e Madh që Allahu ta pastron trunin tonë, zemrat tona nga informacione, o vëllezër, absolut pa nevojshme për ne. Në vend se ne ta lodhim kokën tonë me ajete, ta lodhim në thojza, me ajete, me hadithe, të cilat do të jenë të dobishme për ne, që do të na e mundsojnë në jetë më të mirë, leni vëllezër informacionet në rrjetet sociale të kronikave të zeza, të cilat asnjë të mirë nuk na japin përveç se ndikojnë për të humbur vetë besimin dhe janë arsye për të na kapluar një frikë e pakuptueshme, e paqartë në jetën tonë, ashtu siç ndodh me shumë njerëz që i takojmë, asgjë nuk ju mungon, çdo ditë jetës së tyre shkojnë nëpër spitale për të bërë analiza,
I ka kapluar vdekja se ka ndonjë smundje, i ka kapluar friga se ka ndonjë smundje. Si rezultati informacioneve, filani vdiq, ai tjetri nuk pat asnjë shenjë, ki tjetri u diagnostikua me kancer. Leni këto gjëra o vëllezër. Mundohuni të vraponi në për mexhlise si këto. Mundohuni që të merrni pjesë në vende të tilla si këto. Nga se ata të cilët marrën pjesë në mexhlise të tilla, ata e arrin të kuptojnë se ajo çfarë ju mundson ky mexhlis nuk ju mundson asgjë tjetër në dunjë. Ndoshta unë nuk kam mundësi të jem i qartë tek ju për mesazhin që dua ta jap. Dhe ju mund të mendoni se ishim, dëgjuam, nuk kuptuam asgjë hiç. Pak rëndësi dhe pak vlerë ka çfarë kuptove dhe çfarë nuk kuptove. Vlerë dhe rëndësi ka qëndrimi jot këtu. Nga se mbi ti qëndrojnë engjëj të urdhëruar nga Allahu për me bë dua, dhe këto dua janë arsye që kur ngritesh nga ky mexhlis dhe dalish jashtë, me arrit një qetësi shpirtërore, të cilën qetësi nuk e arrin ai që është në kazino, nuk e arrin ai që është në pubet natës, në për diskoteka, nuk e arrin ai i cili është në për mëkate dhe në harame. Mund të ti xhelozosh dhe të mendosh se ka ndonjë hajër dhe mirësi, por po që se ti jepet mundësia të flasësh me ata e kupton në çfarë lufte të ashpër janë me veten e tyre, ndërsa ata që marrën pjesë në vende të tilla e dinë se çfarë kënaqësie arrin të përfitojnë. Lutim Zotin e Madh që me këtë kënaqësi, qetësi shpirtërore gjithë jetën tonë ta jetojmë, e dashur Allahu Dhul Xhelal, Allahu ashtu siç na ka bashkuar sonte në këtë vend, në këtë xhami, në këtë qytet të madh, kryeqytet shqiptarëve të Tiranës, e që është model për shumë xhamia kudo që gjenden shqiptarët. Allahu Dhul Xhelal vëllezër na bashkoft në Xhennetul Firdaus edhe nesër. Vëllezër, më lejoni që të falenderoj hoxhën imamin e kësaj xhamie, hoxhën Ahmet Kalaja, për ftesën që na e ka bërë, nga se puna e hoxhës në krahasim me këto që tham ne nuk krahasohet me asgjë hiç, nga se unë ndjej veten shumë të vlerësuar që dikush të ta mundsoj këtë xhamat me këtë numër kaq të madh, dhe ky xhamat ka si rezultat i aktiviteteve që bëhen këtu, me ta dhënë mikrofonin dhe me marr pjesë brenda këtij mikrofonit nga gjërat që thuhen, nga shumë gjëra që janë thënë këtu, e këto mesazhe janë shpërndarë gjithkund ku ndodhen shqiptarët. Për Zotin e Madh është mirësi e madhe, dhe si mirësi nga Allahu Dhul Xhelal e vlerësoj këtë. Andaj Allahu xhenetin hoq, Allahu të mirën dunjë dhe në ahiret të dhasht, juve dhe gjithë xhamatin për sabrin dhe durimin. Allahun të mirën këtë dunjë në bashkoft, e në dunjën tjetër në Xhennetul Firdaus inshallah. Zotit shpërblet të hoxh, Allahu të nderoft për ligjëratën, për fjalët, po edhe për diçka që shumë e nevojshme që ne ta kuptojmë gjithmonë, se ne jemi nevojtarët e Zotit, s'ka nevojë për askënd dhe për asgjë. E nëse bëjmë diçka, bëjmë për veten tonë, dhe nëse humbim diçka, faktikisht ja kemi humbë vetes tonë. Ai Allahu ishte Zot, është Zot e do të jetë Zot. Ne nuk ishim, jemi dhe nuk do të jemi. Po nëse jemi me Zotin, inshallah, do të jemi dhe ne në vazhdimsi, në mirësit dhe begatit e Zotit, kur çdo gjë në këtë botë të jetë shuar, edhe mos ketë mbet asgjë tjetër vetëm se Allahu Xhelaluhu. Faleminderit të hoxh për fjalët, për këshillat, për porositë. Allahu të shpërbleft, Allahu din si shpërblej më së miri. Ne nuk themi ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush u bën një të mirë, në këtë rast ishte këshilla dhe fjala jote, nëse i thonë atij xhezakallahu khairan, Allahu ta shpërbleft me të mirë, ja keni shly detyrimet, edhe ne po të themi unë në emrin tim dhe në emrin e xhamatit, Allahu ta shpërbleft me të mirë për fjalët, për këshillat, për porositë. Dhe lusë Allahu në matë në bëjë dobi gjithve. Do të vazhdojmë inshallah taala me ciklin ton të ligjëratave,
me shpresë Zotit pas nesër do të jemi me muftiun e madh të malësisë së madhe. Kështu është malësia e madhe. Keni dëgjuar që është një vend shqiptari që e ka emrin Malësia e Madhe? Ajo malësia e madhe ka i mufti të madh. Mashallah. Ai muftiu i madh i malësisë madhe do të vitë tek ne inshallah taala ditën e mërkurë me shpresën e të madhit Zot. Ndërsa nesër taksirati ju i keni punë me mua, pyetje përgjigje, çaf çuf. Zoti ju rujt. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.